Kjo është shtëpia më e famshme e New Yorkut dhe njëkohësisht një nga shtëpitë më të vjetra të tij. Gracie Mansion është shtëpia ose rezidenca ku banon kryetari i Bashkisë së New Yorkut, aktualisht Eric Adams, kryetar bashkie që për vitin 2022. Po historia e Gracie Mansion është një nga historitë më të bukura të New Yorkut. Është një bashkëudhëtare e pavarësimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe njëkohësisht një histori e plot e transformimit të qytetit. Gracie Mansion, kjo shtëpi që po shihni, me këtë hyrje qendrore në këtë drejtim dhe në këtë shkallë, u ndërtua në vitin 1799, 226 vjet më parë nga familja Gracie, e cila ishte një familje e madhe biznesesh, ku përfshiheshin dhe bizneset e skleverëve. Familja ndërtoi këtë shtëpi përballë East Riverit me një pamje spektakolare të lumit dhe me një obor të jashtëzakonshëm, një prej oborreve më të mëdhenj që mund të gjesh sot në New York. Familja priti shumë personazhe të njohur, duke përfshirë dhe Alexander Hamilton, por rreth vitit 1800 ca, pra thuajse 40 vjet mbas ndërtimit, shtëpia i kaloi shtetit të New Yorkut. Që prej asaj kohe, për thuajse 100 vjet, ai luajti funksione të ndryshme, vend ekspozitash, si pjesë e policisë New Yorkut, si vend koleksionesh të rëndësishme të artit dhe të natyrës, por në vitin 1940, kjo shtëpi me një arkitekturë tipike koloniale filloi të kishte gjurmët e para të shkatërimit. Duke pasur parasysh këtë problem, pra shkatrimin e saj, në vitin 1940, njëri prej kryetarëve më të njohur të Bashkisë New Yorkut, Guardia, vendosi ta kthente atë në rezidencën zyrtare të kryetarit të Bashkisë së New Yorkut. Ai ndërmori një restaurim që ishte ndër restaurimet më serioze dhe që është ende sot restaurimi që e mban në këmbë, pavarësisht restaurimeve të tjera që ka pësuar, duke e kthyer në shtëpinë e bardhë të New Yorkut, në rezidencën më të rëndësishme të New Yorkut. Shiheni pak shtëpinë me disa nivele balkonesh, në katin e parë është pjesa publike e saj, ndërsa në pjesën e dytë, pra në pjesën e sipërme, është rezidenca private e kryetarit të bashkisë. Që prej vitit 1940, prej 85 vjetësh, çdo kryetar bashkie i New Yorkut ka jetuar në këtë rezidencë, duke përfshirë dhe njerëz të njohur si Rudy Giuliani apo Bloomberg, të cilët kanë qenë kryetar bashkie në vitet 80-90 të New Yorkut deri në vitin 2000. Shtëpia ende sot është buzë pjesës lindore të lumit, pra të East River, dhe është godina më e madhe koloniale dhe ndoshta më e vjetra e këtij tipi New York që prej vitit 1799. Prej 85 vitesh ajo kryen funksionin e rezidencës së kryetarit të Bashkisë New Yorkut dhe është absolutisht një godinë mrekullueshme, cilës nuk e shprekur asgjë. Është ndoshta i vetmi vend në New York ku mund të dëgjosh cicërimën e zogjve dhe njëkohësisht një vend që shërben për vende publike, siç do shohim këtë ku shqiptarët e New Yorkut janë mbledhur një takim me majorin e New Yorkut dhe njëkohësisht vendi i takimeve private. Ktu është zyra ose dhoma ku ne do të zhvillojmë intervistën me kryetarin e Bashkisë New Yorkut, por po ju tregoj pak. Kjo është dhoma private ku praktikisht kryetari i Bashkisë së New Yorkut, ose kryetarët e bashkive të New Yorkut, 85 vitet e fundit, kanë realizuar takimet e tyre private, intervistat me mediat, takimet me stafin e tyre të afërt. Është një dhomë e cila ka dalje të drejt për drejt në rezidencën e kryetarit të bashkisë dhe ne nuk mund të shkojmë më në këtë drejtim, pra është kjo derë e cila të çon në pjesën private të kryetarit të bashkisë, shihni shkallët që mund të jetë, dhe në pjesën tjetër është pjesa publike që del nëpër këtë derë për të futur në pjesën tjetër të shtëpisë. Dhoma e ka qendrën tek Oxhaku, këtu vendosen dy karriget për zhvilluar intervistat me të, siç ta ndiqni edhe në intervistën që ne patëm me Eric Adams, dhe njëkohësisht të gjitha mobiljet që po shihni janë mobilje origjinale të periudhës kur është restauruar ose që kanë qenë të vjetra të shtëpisë, që nga piano, një pjesë e tyre thënë Gracie Mansion, kanë edhe shpjegimet e tyre, ka foto historike pra të kryetarëve të bashkive në për vite, vepra arti të sjella, po ta vini re çdo pikturë, çdo objekt ka shpjegimin e saj, edhe tavolinat janë
origjinale, ndërkohë që në këtë drejtim është pamja prej nga erdhëm, pra e East River, e lumit lindor, nëse quhet kështu, me i pamje shumë bukur të oborrit, rrallë një shtëpi sot në Manhattan ka këtë obor, por kjo është ajo që konsiderohet shtëpia e bardhë e New Yorkut. Shifini edhe njerë, të gjitha mobiljet janë antike, edhe shënimi, The City of New York, Office of the Mayor, dhe pjesa tjetër, ardhja kryesore është ardhja në këtë drejtim. Çdo objekt është një objekt me vlerë ose një objekt arti, ndërkohë kamera mund të vijojë me një shikim të dhomave të tjera tashmë, të cilat janë dhoma ku po zhvillohet ceremonia e shqiptarëve. Ta provojmë një herë vetë dhe pastaj kamera mund të vazhdoj vetë. Është pak rrumuj për të vazhduar në dhomat e tjera. Është pjesa tjetër ku po zhvillohet pritja, ndërkohë që një sër dhomash janë dhomat e pritjes sërish të pjesës publike, tash pjesa publike e kryetarit të bashkisë, ndërkohë pjesa private është nga shkallët e katit të dytë. Shkallët e katit të dytë janë totalisht private. Kjo është sërish pjesa e takimeve, kjo është salla e ngrënjes, e cila është dekoruar me flamujt amerikan dhe shqiptar. Është e gjithë një dhomë shumë e bukur, sepse është e gjitha e vizatuar. Shifeni, është e gjitha me murale, dhe në një cep është vendosur edhe një gjë që është e vështirë ta besosh, është vendosur harta e trojeve shqiptare me thënien jemi një, të gjithë kemi rënjët shqiptare, të gjithë pjesa tjetër janë pjesë e servisit. Kjo pra është salla e ngrënjes së kryetarit bashkisë, salla e ndenjes përpara. Dhoma që ju tregova në fillim është dhoma e takimeve private, ndërkohë mund të ecim këtej për të parë pjesën e jashtme, ku po zhvillohet pjesën qendrore, ku po zhvillohet ceremonia. Jam duke ecur në këtë drejtim, nga andej mund të shihni oborrin, i cili është shumë i bukur, dhe po ju lë me kameran për ta parë. Shihni sa i bukur është oborri. Pra, është pjesa e oborrit të jashtëm të vilës, një nga oborret më të bukura që mund djesh në të gjithë New Yorkun. Ne në mbyllje do dalim sërish për ta parë pak. Tani kamera mund të shkojë vetë për të parë një pjesë të Kjo është pjesa kur kryetari i bashkisë uron ditëlindjen e njërit prej përfaqësuesve më të njohur të komunitetit shqiptar, Sall Rusit, por i kthehem sërish në pjesën ku shtrohet mëngjesi. Këto janë shkallët që të çojnë në pjesën private të kryetarit të bashkisë. Tash, ceremonia po zhvillohet në anën tjetër dhe është një prej ceremonive që zakonisht kryetarët e bashkisë vendosin vetëm për komunitetet etnike, her pas here për komunitetet etnike. Kjo është pjesa e jashtme, do ta mbyllim sërish këtu ku e nisëm, në këtë zonë, pra që po të ecësh në këtë drejtim, ti del në East River, dhe ky është oborri për cilin po ju flisja që në fillim. Është një obor shumë i bukur. Keni parasysh dhe pjesa e ndenjes që lidhet me qëndrimin me dhomën e ndenjes. Djemt ishin pjesa e sigurisë së kryetarit të bashkisë. Kjo është e gjithë terraca kryesore, oborri, dhe shiheni lumin, pjesa e East Side River, pra lumi, deti miksohen këtu të dyja. Kjo është një zonë e gjelbër spektakolare në zemër të New Yorkut. Shtëpia më e famshme e New Yorkut, shtëpia e bardhë e New Yorkut,
rezidenca prej 85 vitesh e kryetarit bashkisë së New Yorkut.